Kreu i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, Altin Domani, ka zhvilluar ditën e sotme një takim me drejtuesen e prokurorisë së Durrësit, Suela Beluli, ku në fokus ka qenë strategjia e SPAK për krimet zgjedhore, njëjtë siç është premtuar në strategjinë e prokurorisë së posaçme për krimet zgjedhore. 16 zyrat e SPAK janë hapur në përqarqet e vendit. Në takimin e mbajtur në ambientin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, të pranishëm ishin dhe përfaqësues të lartë të DVP Durrës, prokuror dhe oficer, të caktuar në seksionin e posaçëm të përkohshëm kundër krimit zgjedhor të prokurorisë së Durrësit. Domani dha direktivat e tij gjatë takimit mbi mënyrën e veprimit në rast të shkeljeve gjatë fushatës zgjedhore, në thelb u dakurcuar rëndësia e reagimit të shpejtë, koordinimi efektiv dhe ndarja e informacionit nëpërmjet institucioneve, me qëllim identifikimin dhe ndjekjen penale të çdo veprimi që cënon integritetin e votës së lirë të qytetarëve. Prokuroria e Durrës, nga ana tjetër, riafirmon angazhimin e saj për të bashkëpunuar ngushtësisht me të gjitha institucionet ligjzbatuese dhe për të ndërmarrë çdo veprim të nevojshëm ligjor për të mbrojtur të drejtën e votës dhe integritetin e procesit zgjedhor. Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit mes prokurorisë së përgjithshme dhe drejtuesit të SPAK, prokurorëve dhe hetuesve të SPAK, u është vënë në dispozicion një zyrë e posaçme në prokurorinë e Durrësit. Hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, që nga nisja e fushatës më 11 maj, janë të pranishëm në terren dhe të gatshëm për të marrë çdo kallëzim apo informacion nga qytetarët në lidhje me veprimtari të dyshuara penale që të lidhen me zgjedhjet. Kjo task force, e cila kryesohet nga kryeprokurori Altin Domani, do të jetë aktive për 3 muaj deri në fund të muajit maj. Ajo përbëhet nga një strukturë qendrore dhe grupet hetimore të shpërndara në terren gjatë periudhës zgjedhore, ku do të jenë pjesë prokuror, hetues të BKH-s, hetues financiar, staf administrativ, mbështetës në 12 qarqet dhe 61 bashkit. Të gjithë këta prokurorë gjatë periudhës 3 mujore do marrin takime dhe zhvillojnë mbledhje me drejtorin dhe strukturat policore të qarkut, ku kanë emëruar si koordinator special. Qëllimi i takimeve do të jenë për ngritjen e një pune operative me qëllim evidentimin e rasteve ku ka tendenca për blerjen e votës nga elementet e subjekteve politike. Në kuadër të kësaj nisme vlen të theksohet se Durrësi ka qenë një qytet problematik gjatë fushatave zgjedhore, me grupe të ndryshme kriminale që janë përfshirë në mbështetje të individëve të caktuar dhe subjekteve të ndryshme politike, me qëllim shtrirjen e ndikimit të tyre në kuvend. Rasti më flagrant ishte ai i ish-deputetit socialist Jurgis Qyrbja, i cili nga përgjimet e Sky doli se kishte lidhje me grupet kriminale të Shiakut dhe ishte ndihmuar prej tyre gjatë fushatës elektorale, kur ai u zgjodh deputet. Tani mbetet për tu parë se sa i guximshëm do të jetë SPAK për të ndaluar ndikimin dhe integrimin e grupeve kriminale në zgjedhje.